Shoqata roja e kohës, e viteve 90, e cila ka kontribuar në mbrojtjen e dinitetit dhe moralit të kombit shqiptar, e në veçanti të shkollave shqipe me iniciative në Këshillit të profesorëve dhe arsimtarëve, sot kemi organizuar një tubim me qytetarë për ta alarmuar se Kosovën e ka kapluar një plagë e rëndë, dhuna në familje dhe gjakderdhja. Prandaj, i ftojmë gjithë qytetarët në mbështetje që këtë iniciativë ta marrni bashkërisht, që këtë fenomen negativ ta ndalojmë sa më parë. Dikur në vitet e 90-ta, duke falenderuar shoqatës së shkrimtarëve të udhëhequr nga babai i kombit Anton Qeta, të gjitha gjakderdhët u pajtuan. Qëllimi i pajtimit është se kombi është në rrezik nga gjakderdhja dhe vrasjet e vetvetit. Prandaj, ne do të defilojmë nëpër sheshin e Nënës Terezë dhe tubimin do ta mbajmë pranë përmendores së Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Vazhdojmë. Jemi të parë sot edhe kemi vendosur të protestojmë kundër dhunës, kundër vrasjeve, kundër dukurive negative në shoqëri dhe që shta profa lusin që edhe qytetarët na bashkohen dhe misioni i ynë ka fillue qyshtani dhe nuk do të ndalemi kur derisa disa gjona të rregullojmë në mesin tonë, edhe në shoqërinë tonë, edhe në popullin tonë. Kjo ka me ndikuar shumë se në kupim kur kemi qenë, po ata jemi që kemi vepruar në këtë mënyrë dhe ka dhënë rezultate. Tash i kemi institucionet, i kemi gjitha, por ne vetëm duhet të bashkohemi edhe të keqen ta luftojmë edhe kena me e zhduk. Besoj me ndihmën e Zotit edhe të popullit edhe të policisë edhe gjithë i kemi tonë atash. Ne protestojmë bashkërisht për interesat tona shtetërore, familjare dhe fëmijëve tanë. Stop dhunës familje! Ne i çmojmë dhe i përkushtojmë ushtarët të ushtrisë shërimtare të cilët flijuan jetën. Ne me në emër punojmë dhe veprojmë për të mirat e qytetarëve. Prandaj, ju lutem bashkoni ju protestës tonë. Vazhdojmë. Shpresoj që ky defilim i joni të hyjë në vesht të shurdhër të partive politike të cilat po luajnë vallën e djallit. Kërkojmë që të unifikohen dhe të bashkohen, të formojnë organe shoqërore për të kryer proceset të cilat po na presin. Sot kemi një dhimbje të madhe ditëve të fundit që ndodhen ngjarje tragjike duke nisur nga fëmijët, nga gratë dhe deri te policia në rastin e fundit që ishte edhe ish ushtari i ushtrisë ligjore të Kosovës që u betu për vendin, për çlirimin e vendit, u betu sot për drejtësinë, për rendin dhe qetësinë e këtyre qytetarëve të Kosovës. Prandaj, unë ndaj dhimbjet me familjet e gjithë të rënëve dhe kërkoj
nga institucione shtetërore që të marrin masa adekuate, të ndënohen akter të këtyne vrasjeve, si dhe të ndryshohet ligji për armbajtje, gjithashtu edhe armbajtjet me leje, po edhe ato pa leje, se në rast se vazhdon ky trend i vrasjeve në Kosovë, është tepër e dhimbshme, është tepër ndeshkuese për qytetarët e Kosovës, prandaj edhe pse sot jemi simbolikisht kështu në mbështetje të kësaj shoqate, e cila ka marrë guximin, e ka marrë atë riskun e vetë që i takon, sot e mbështesëm të gjithë ne dhe të mbështesëm edhe në të ardhmen me qëllim që të ngrisim zonën të institucionet e shtetit dhe të avancohen të drejtat e tyne, të avancohet ligji për armet, për armbajtjet edhe pa leje, po edhe me leje, sepse në rast se vazhdon armën e duhur të qytetarit, dhuna është e gatshme. Ata të cilët mbajnë arme, ata janë të gatshëm për krimin. Faleminderit shumë. Sot jemi mbledhur jo si individ të ndarë, por si një trup i vetëm, për të ngritur zërin kundër një plagë të thellë që po e gryn shoqërinë tonë, vrasjet, dhuna, që po bëhet për dismeri. Nuk ka mo vend për heshtje, nuk ka mo vend për durim. Ku një pjesëtar i policisë së Kosovës, një njeri që ka betuar jetën për mbrojtjen tonë, bie viktim e një akti kriminal, para hyrjes së ndërtesës ku jeton. Kjo nuk është thjesht një tragedi personale. Kjo është alarm për shtetin. Kjo është thirrje për përgjegjësi. Kjo është dhimbje për të gjithë ne. Sot jemi këtu, jo për të nderuar kujtimin e tij dhe të gjithë atyre që kanë humbur jetën mizorisht, por për të gjithë, për të thënë qartë dhe fuqishëm, mjaft më. Sa gra të vrara në shtëpi nga burrat, sa të rinj të vrarë në rrugë, për një fjalë goje, për një konflikt banal, sa familje të shkatrura, si varre të hapura para kohe, ku përshkon ky vend, kur jeta njeriu po humbet vlerën, kur arma po bëhet mjet për zgjedhjen e mosmarrveshjeve, kur fëmijët tanë po rriten me frikë në vend të rriten me ëndra. Ne si shoqat, roja e kohës, qëndrojmë sot me përgjegjësi qytetare e morale përballë kësaj gjendje. Nuk jemi këtu për të bërë zhurmë, jemi këtu për të kërkuar drejtësi dhe ndryshim të menjëhershëm. Kërkojmë nga institucionet e drejtësisë që çdo rast të trajtohet me urgjencë. Kërkojmë që armët të mos qarkullojnë lirshëm në duart të kujt të do. Kërkojmë që shteti të mos reagojë vetëm kur bëhet vonë, por të parandalojë, të edukojë dhe të na mbrojë. Kërkojmë që ligji të jetë i barabartë për të gjithë, që askush mos të ketë më ndjenjen se mund të vrasë dhe të shpëtoj pa ndërshkuar. Sot përballë jush unë si kryetar i kësaj shoqate, por përpara si gjithashtu si një qytetar i këtij vendi e ndjej dhimbjen, zemrimin dhe përgjegjësinë. Jemi lodhur duke parë njoftime për vrasje çdo javë. Jemi lodhur duke parë fytyrat e atyre që nuk do të kthehen më në shtëpi. Jemi lodhur duke jetuar me frikë në vendin tonë, por nuk do të heshtim më, nuk do të rrim dorëkryq. Sot është koha e veprimit. Protesta jonë është paqësore, por zëri ynë është i fuqishëm dhe ky zë nuk do të shuhet derisa të ndryshojmë kjo gjendje, derisa qytetarët të ndjehen të sigurt në shtëpitë e tyre, në rrugë, në punë, kudo. Të dashur qytetar, ne jemi vetëm, sot jemi më shumë dhe nesër do të jemi edhe më shumë. Ngushëllime të sinqerta për familjen pjesëtarit të policës të vrarë, për gjithë familjet që të kanë humbur me të dashurit e tyre nga dora e dhunës. Jemi me ju, dhimbja juaj është dhimbja jonë. Zoti i bekoft të gjithë qytetarët e Kosovës, Zoti i bekoft jetën dhe mos harrojmë kur shoqëria hesht ndaj vrasjes, ajo bëhet bashkëfajtore. Faleminderit që jeni këtu, faleminderit që nuk heshtni, faleminderit që protestoni për jetën, për drejtësinë
për Kosovën, Shaip Murseli Tërnava, kryetari shoqës i SSA-tës Roja Kohës.